Po luani me jetën, Llamallari paralajmëron shoferët, nuk ka tolerancë ndaj përdorimit të celularit në timon. Parakalimet e gabuara dhe manovrat e rrezikshme të drejtuesve të mjeteve në rrugë nuk do të tolerohen nga policia e shtetit. Kështu shpreh në rrjetet sociale ministri i punëve të brendshme Besford Llamallari, duke treguar me video manovrat e ndryshme rrugore që ndalohen me ligj. Ai thekson se asnjë drejtues nuk do të tolerohet nëse kapet me celular në timon, pasi siguria në rrugë është e panegociueshme. Nuk ka asgjë më të rëndësishme apo urgjente se kujdesi për jetën dhe shëndetin tënd dhe të tjerëve kur je në timon. Dije se çdo sekond që heq syt nga rruga për një mesazh apo telefonat, po luan me jetën tënde dhe të tjerëve. Ky nuk është një gabim i vogël, por është një rrezik që mund të kushtojë përgjithmonë. Nuk ka justifikime e as tolerancë për çdo që kapet me celular në timon. Siguria në rrugë është e panegociueshme, shkruan Llamallari.